Zoti Islami, në këtë rast, a nuk i ka marrëdhëniet në nivelin e duhur Edi Rama me Shtetet Bashkuara të Amerikës, përderisa pret vajzën e njeriut më të fuqishëm të botës në Shqipëri, dhe nga ana tjetër nuk e di Trumpi se ku i shkon vajza? Zotri, vajzën Trumpi e ka të martuar. Është familjare më vete, është familje më vete. Është e martuar me një njeri babai të cilit ka qenë në burg për vjedhjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po vajzën nuk e komandon dot ai, se për fëmin nuk ta qan njeri halli thot populli. Se të bën vajza nuk është përgjegjës ai. Lese sot ky kloun i cirkut ton, ky palaco i pa fytyrë, që thot e prita në vend të saj, në vend të Trumpit prita të bëjnë. Nesër pasese nuk e di ka qenë apo s'ka Trumpi, që dërgoi dhe qenin, se dhe qenin do ta presi Edi Rama qenin e Trumpit, dhe madje do ta puthi dhe ndënbisht. Aq servilës Edi Rama për të mbajtur pushtetin. Aq të tmerrshëm janë këta për të mbajtur pushtetin, duke vënë miliona euro të shquajtura lobime. Ç'është ky lobbying? Për kë pse bëjnë lobbying? Përse? Që të mbajnë pushtetin, që të vjedhin, që të vazhdojnë të vjedhin? Jo zotri, u ka ardhur fundi, po ta them unë. U ka ardhur fundi. Zoti Islami, a mendoni se Edi Rama do të pritet në Shtëpinë e Bardhë nga Donald Trump pas kësaj vizite të vajzës tij në Shqipëri? Asnjëherë nuk ta lë ta fjalën. Nuk do bëj vaki kurrë sa të jetë president Donald Trump, që klouni shqiptar i cirkut, palaço i cirkut, theatru shqiptar të vetë paraqitet të pranohet në Shtëpinë e Bardhë. Harrojeni, ai nuk po lë gjë pa bërë që ta pranojnë atje. Është gati të lëpi vajzës të Trumpit që të vej atje, por nuk do vej atje. Kur? Trumpi nuk e bën politikën e shtetit duke u bazuar te marrëdhëniet e të bizit e turizmit të biz, apo ai atë dhëndrit që babai të cilit është dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vjedhje. Jo zotri, din shqiptar këto, ata që si din. Zoti Islami, në këtë rast, a mendoni se Edi Rama mund t'i ketë thënë vetë së bijës së Donald Trumpit për të negociuar me të atin në mënyrë që të krijojë një vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të pritet në Shtëpinë e Bardhë? Nga Edi Rama prit gjithçka. Po nëse ajo Ivanka ka pes paramend, dhe nëse ajo jati saj ka autoritet para saj, ajo nuk do guxoj kurrë që t'ia thot këtë gjë t'jatit. Sepse po të bëj këtë gjë ajo Ivanka prit se do ta shtjellojmë çik më gjerë këtë problem. Edi Rama në CNN para 10 vjetësh deklaroi dhe tha zgjedhja e Trumpit në krye të Shtëpisë Bardhë do jetë e keqja më e madhe për popullin e Amerikës. Tani kjo Ivanka do shkel mbi babën e saj dhe do vlerësoj Edi Ramaqin? Jo zotri, jo. Jo zotri, jo. Nuk do tha jo. Dhe nuk mund t'ia thot ai ata asaj. Tjetër gjë që ai mund të thotë, i thash asaj Ivankës, edhe ma ka rregulluar Ivanka mua të takoj t'jatin. Nuk ndodhin këto, po va them unë. Unë kam besim absolut tek presidenti amerikan dhe tek Partia Republikane Amerikane. Dhe keqja e botës nuk është, siç thot ky klouni jon, Donald Trumpi, po është Partia Demokrate Amerikane, e cila gjatë 60-70 vjetëve ka bërë vetëm luftra në botë. Vazhdojmë tutje. Zoti Islami, në këtë rast, duke qenë se Edi Rama po jep Sazani dhe zvërnecin Ivanka Trumpit. Ndalo, Në Shtetet Bashkuara të Amerikës? O zotri, ndalo. Si a jep do të Sazanin, harrojeni. Gënjen juve. Po jo mua. Sazani si a jep do të kurkujtaj, se ka pronë të Kristaqit. Si edhe nga Sazanin ashtu. Kush dai? Boll ka dhënë, Pashalimanin e ka shitur pjesën më madhe të teritorit presidenti jyt, e ka shitur te privati. Limionin e Sarandës e ka shitur, por ka një band hajdut. Është gjithë dhe Barian Begaj. Juaj. Dakor. Pra, këta hajdut
që kanë shqitur dhe po shesin dhe vazhdojnë të shesin pronat e shqiptarëve, këta nuk kanë vend në Amerikë. Dhe harrojni se mund të vërë dorë dikush në Sazan. Nuk bëhet o zotëri. Gënjen juve që thot do marrë Sazan e do vinë besitore. Si që vërtet, ai Ivankën e ka ftuar vetëm e vetëm për të gjetur një mundësi, një të qartë për të ndërmjetësuar që të takoj presidentin Donald Trump. Ky është kaca këshilltarat jeca rufjan politik edhe moral, që e këshillojnë edhe e mbështesin, edhe mësojnë se si të veproj, mirë po i kanë bërë hesapet pa hanxhin. Ta din shqiptarët, ta din ata që din, ta din dhe socialistët e ndershëm në ka mbetur do një nga ata që janë në parlament, sa në parlament s'ka futur socialistë e ndershëm, ka futur të rrugatësit edhe gangsterët dhe hajdutët. Po ndoshta prandaj do t'ja jap Sazanin Ivanka Trumpit dhe prandaj ka ardhur Ivanka Trump me ç'duket për të investuar në Sazan në mënyrë që ai të rikuperojë marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pse ja ka lënë Krisaqi atë Sazanin që t'ja jap Ivankës ai? Ai ashtu ka bërë gjithë Shqipërinë, jo mo Sazanin. Po jo zotri, nuk e bën dot atë. Nuk mund ta japi, se e ngrita zërin gjithë ato herë se më detyron ti të ngre zërin. Nuk ndodh zotri që ai të japi Sazanin askujt në botë. Sazani është tokë shqiptare, është i shqiptarëve dhe do mbetet në përjetësi i shqiptarëve. Shqiptarët do t'i dalin, i kanë dalë, do t'i dalin çdo në vendit tyre. Pa përha, ai ka përfituar ky palaço, ka përfituar se ky përzuri shqiptar, përzuri fuqin mbrojtëse të Shqipërisë, të rinin, 2 milion shqiptari ka përzën. Do kthehen ata këtu, po të gjej vrim ku të futet Edi Rama. Se kanë lëvizur diaspora, kanë lëvizur burra dhe djemt në diasporë. Ai e di mirë që kanë lëvizur, e di mirë që janë kundër ti, e di mirë dhe që do organizohen në mënyrë tillë që ati t'i vën petk, t'i japin petk ata qërojnë të vejnë burg. Por ai do vejnë burg para se të vijnë ata burrat dhe djemt e diasporës. Ai do vejnë burg. Ai e ka vënë atje. Po, si mendoni me gjitha këto që ka bërë Edi Rama, a i shpëton dot drejtësisë amerikane, nisu nga dosja që ka në Shtetet Bashkuara të Amerikës, lidhja deri diku me kartelet e drogës? Zero shans. Nuk i shpëton. Ai do jap llogari para drejtësisë amerikane. Ka mbaruar ajo punë. Ku çfarëdo që të bëj, është e pamundur. Nuk të falin amerikanët. O zotëri, të falë amerikanët të veç ti rekrutosh agentin atë një nga shefat e FBI-s edhe të thotë dhe edhe të bini Trumpit ky që të ndërmjetësoj. Dëgjoj, është në delir. E ka humbur logjikën. Ai nuk di ç'të bëj tani. Zoti Islami, ditën e djeshme Edi Rama dukej mjaft nervoz të jetë i shqetësuar në kuvend, edhe në rastin kur u përgjigj sepse nuk mori pjesë në forumin e Davosit në Zvicër, edhe në rastin kur mbajti fjalën përpara deputetëve të mazhorancës dhe opozitës, dukej shumë i shqetësuar. Çfarë po e shqetëson Edi Ramën? E si e di se që pret e ka, ati i shprishur gjuminatës, ati i shprishur qetësia, a i e di që një këmë ka në burg, një këmë ka jashtë, dhe tani mbahet me policinë e shtetit, a i mbahet me policinë e shtetit, dhe a i kërkon me çdo kush që ti ki nga pushteti vetëm me luftë, ndaj unë i bëthirje drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit, të ketë kujdes mos urdhëroj policinë për të sulmuar qytetarët nëse do vënë të arëzojnë atë nga kryeministria. S'ka punë të përgjigjet dhe të japin të plagosen e të goditen policët tanë se duhet të rri Edi Rama në pushtet të vazhdojnë të vjedh me Belinda Balluken. Që të vazhdojnë ata të vjedhin duhet të mbroj policia, jo zotri. Ndaj i them drejtori policisë shtetit, më një mirë dhe një mirë. Largohu nga ke mundësi jep dorëheqjen që nesër dhe t'i bëj krimet vetë. Mos u bën ti bashkëfajtor, zoti drejtori policisë shtetit, mos u bën bashkëfajtor me Edi Ramën në krimin që po bën dhe në vjedhje që po bën në shtetin shqiptar. Zoti Islami, të kalojmë pak te Belinda Balluku ku mbajt në seancën e hapur në gjykatën kushtetuese çështja ndaj saj, konkretisht ankimi që kishte bërë Edi Rama për Belinda Ballukun.
Ndërkohë, prokurori i Spakut bëri namin dje duke thënë se Belinda Balluku mund të prish provat, mund të intimidoj persona, mund të largohet nga vendi madje. Ju si e shikoni rastin e Belinda Balluku? Çfarë po ndodh me të? Unë pres nga sekonda në sekond pres që Spaku të arrestoj Belinda Balluku. Të arrestoj të vetë ta kapi kudo që t'jetë. Nuk e shet ajo gjykata kushtetuese atë Balluken, sepse gjykatën kushtetuese e komandon Edi Rama. U provua radhën e kaluar dhe ata nuk ndryshojnë nga qëndrimi i tyre. Prandaj ata në fakt nuk po bëjnë gjë tjetër veç se duke mbrojtur një hajdute dhe duke mbrojtur një krye hajdut si Edi Rama, ata bëjnë grushteti, ata godasin demokracinë dhe lirinë dhe drejtat e njeriut në Shqipëri. Prandaj si të emëruar që janë, ashtu do bëjnë. Do kishte drejtësinë nëse gjykata kushtetuese do zgjidhej, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese do zgjidheshin me votë nga populli. Gjë të cilën unë kam thënë që në 2015-ën kur u diskutua reforma drejtësi, kam thënë kështu: nëse duam të bëhet reformë drejtësi, e para duhet që gjyqtarë dhe prokurorë të zgjidhen me votë nga populli siç i zgjidheshin dikur. Dhe jo të emërohen nga partitë. Tani që janë emëruar nga partitë, kuptohet se ç'është bërë një genocid i jashtëzakonshëm në kuptimin politik në drejtsinë shqiptare, sepse janë shkarkuar 200 e ca gjyqtarë prokurorë të ndeshëm dhe janë zëvendësuar me patronazhist. Shikoni prokuroritë dhe gjykatat. Kanë ardhur ca çupërlina që konsiderohet që kanë mbaruar atë magjistraturën. Dhe se kanë iden fare nga puna që bëjnë, se kanë iden fare nga përgjegjësia që kanë. Pra, Edi Rama të thash prap, vim, nga do që vim e vim, aty do vim, Edi Rama do bëj të pamundur dhe do ta intimidoj, do t'ja urdhër gjykatës kushtetuese, se ai ka emëruar, dhe gjykata kushtetuese atë do ta nxjerr, do ta shpëtoj kësaj radhe. Përjashto rastin, nëse i thresin mendjes, shikojnë se ku po i çon Edi Rama, edhe nëse hapin syt që të shikojnë që barka e Edi Ramës ka marrë ujë dhe po mbytet, dhe të largohen, të distancohen. Me të drejtë Zotit, ata duhet të lejojnë Spakun të arrestoj Belinda Balluken. Kaq.